që natyrshëm i sillen njeriut në përkok, se cilët njeri normal, është se ka marrë, për çka ka marrë, ka me shku për këtë jetë. Që shka thonë Shejh Zidoni, Allah më shëroft, ka thonë, sikur të kish gjetë një njeri, veten, në një qytet të panjohur, ose në një shkretir, pa dëshirën e vetë, veç kur e po veten në një qytet që s'pe një heq. Pyetja e parë që çdo është më sill men atij kush më solli më këtu. Unë vetë sella dikush më pruni. Kush është ai? Pyetja e dytë, për çka? Kush më pruni? Tani pyetja e dytë, për çka? Cilët e ka misionin? Pyetja e tretë, çka pas misionit? Edhe nëse bën veç me thonë suksesshëm mision, mirë për vil, misionet edhe migro. Punës për çka? Shkrimtari dhe mendimtari egjiptian Dr. Mustafa Mahmudi, Allahu më shëroft edhe ato, i cili thot e përshkruan me dhimbje gjendjen e disa njerëzve. Thot i përendon dielli i ymrit dikujna për njerëzve, pa e pyet veten njëherë se unë jam këtu. I bën 60 vjetë, 70 vjetë, i përfundon jeta krejt, domethënë, edhe kur si shkoj menja, nuk është e natyrshme me hyp në njëri në kombi, me hyp në autobus, edhe është gjendje për gjithçka me bisedu me ato që ka ofër, ndash për sport, ndash për arte, ndash për gjithçka, mi ditë gjendjen e secilit, përveç se me interesu ka të shku autobus. E natyrshme është kur njëri din gati secilin funksionin e secilës gjymtyr, e din për çka është dora, për çka është koma, për çka është syni, për çka është zemra, veshka, mushlit, gjitha. Për çka kjo organ i shërben krejt trupit. Koma i shërben krejt trupit, syni me shërben krejt trupit, gjitha organet e gjymtyrt me shërben krejt trupit. Mirë, shumë e natyrshme, shumë saktë. A bën një pyetje, e që ky trupi krejt për kujna me shërben, çka është puna e tij? Jo, Allah për këto s'di. Ishbe për din detajet, për din për diçka pjesën, për çka shërben kjo për këto, kjo për ato. E krejt trupi për çka është? Jo për këto, nuk komendon. Pra, është shumë e natyrshme me lyp njeriu se çka është roli jam, çka është misioni jam këtë botë, edhe shumë e pa natyrshme, shumë jo logjikshme nëse njeriu nuk mendon për këto. Allahu xhaleshanu thot, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju testoj, t'ju provoj se cili prej juve jeni ma vepërmirë. Pra po na kallëzon, kush na pruni? Allah është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën. Pra pe Allah xhaleshon, cili është misioni? Kush po bën vepra më të mira? S'po thot kush po bën shtëpia më të mira, s'po thot kush po bëhet më i famshëm, kush po bëhet më i fortë, kush më i pushtetshëm, kush më i bukur, kush po bëhet më vepërmirë. Pyetja na është dikush, se këto tjera që i përmend as po bëjnë këtua, me bo pare, me po një bukur, me bo këto bën krejt në rregullim. Po këto do të me menu çashtu çuç janë. Këto janë pjesë e jetës, po nuk janë synim i jetës. Sikur buka, pa buk nuk bëhet, po ka dallim të madh mes atij i cili han për me jetu edhe atij që jeton për me hanë. Atij që qëllim e ka pse jeton veç me hanë me pi edhe nuk knoç. E mes atij që i knoqet se është pjesë e jetës. Edhe bukuria dhe pasuria dhe krejt po janë pjesë e jetës. Problemi është kur dikush i shndërron synim të jetës, mendon sikur për sa ta ka ardhur. Sikur çaj është misioni, misioni i cili po bëj ka vepra më të mira. Po thot Allah xhaleshonu, nuk i kam krijuar xhenet dhe njerëzit për asgjë tjetër. Vetëm që të më adhurojnë. Ju e dini se keni dëgjuar tonë të xhalorëve që adhurim nuk është vetëm namaz, ku është prej punëve më dashur të Allah xhaleshonu. Mirë po adhurim ibadet është dhe punë e mirë që e dënë Allah xhaleshonu që kryet për jetë Allah xhaleshonu. Adhurim është edhe respektimi prindërve, ibadet, edhe respektimi tjetrit, edhe kërkimi diturisë, edhe puna, edhe drejtësia, edhe mëshira, edhe bamirësia, edhe. Jena kriju për me adhuru Allah xhaleshonu, për me shku rrugës Allah xhaleshonu, për me jetu jetën ashtu që është dënë ai i cili na ka dhënë jetën. Allah xhaleshonu po thot surën Al-Mu'minun ajetin 25, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un.
A keni llogarit se ju kena kriju këtë. Keni llogarit se ju kena kriju këtë. E tek ne nuk keni për të kthyer. Do me thonë, sikur nëse menon që s'kena më kthy te Zoti, nëse si shkon kthimi te Zoti, jeta jo më shkon këtë. Nëse s'kish pas të rinxholle, jeta jo më kish pas këtë. Të shkon këtë. Po çka? Po thot, a keni llogarit se ju kena kriju këtë, e të na s'keni për të kthyer? Fata'ala Allahu malikul haq. I lartësuar qoftë Allahu mbreti i vërtet. Çka i lartësuar qoftë Allahu mbreti? I lartësuar qoftë Allahu me bë diçka këtë. Po unë me thonë ty, qa bone kështu këtë, çka po duhet në one? Unë që me hendur si jam me bo sene kuti. Unë i mënej senet, janë analizoj para se me bo. Unë pëse njerëz jem ka njerë këtë flasëm e këtë veprujme. Kër njeriu nuk e di misionin e ti, nuk e jetë ati nuk ka kuptim. E njeri jetën në huti sepse pa qëllim. Shkon djallë, shkon të mojë, shkon s'vin, as pse. Mos pofshën të kurën aty në njerëzve. Që jo në ditë, po jetën një jetë, pa ditë as ka poezi që e përshkruan një poet libanezo-amerikan, Ilija bin Madi, e përshkruan gjendjen e vetë edhe gjendjen e këtyre njerëzve që sa është qesharake që thot, sa është edhe tragjike edhe sa është e dhimbshme për ata njerëz. Thot, gjetu la adri min ejne walakinni atejtu. Kum orë, nuk e di ka kam orë, mirë po kam orë. Këtë botë. Walaqad absartu kuddami tariqan famashaytu. E kom po rrugën para meje edhe kum ec. Fa asabqa sa'iran in shaytu hadha am abaytu. Edhe kam me vazhdu që shtu me ec rrugën, do të thonë imri kam me shku deshta apo nuk deshta. Kejfe gjetu, si kam orë, kejfe absartu tariqin, si e kam po rrugën, lestu edri, nuk e di. Limadha lestu edri, lestu. Edhe pse nuk e di, nuk. Peshe kam po rrugën, qështu e marë, qështu po shkoj, as po di pse erdha, as ka jem të shku, as pse po shkoj. Me po një njeri qështu, dvet, ku jam bre qita, po ku po dëmë me shku? Vallaj se di as ka erdha, as ka po du me shku, as ku jam, as... Por të zateshti në dikan tjetër, që ta është dhimit, por të zateshtu, po më romë, mo taku me njerit hop, zdeka as ka është, as ka gjenohet, i kishu pulla. Për shka që i kishu pulla që si udhë fizike. Dikush, që shtot zotin a rrute, po tri sigjerimet vogla. E para, ta falenderojmë Allahun dhe lëshonu fort, që e di misionin për shka jem të pulla. Që e di qëllimin, synimin për shka ke marë. Nga kush ke marë, për çka ke marrë ka ke më shku. Që nuk jetojmë të futurin, po e di. Ani pse ka njëherë, edhe pse për dim për agrohën pak gjata shmojta se jem njerës. Po prap se prap, kur e din qëllimin, erdo kur njeri kthehet jo më nëse do të më kthyti udha. Kur e nis për me shku për Shqipni, edhe në habet çka pak udhës në nalsh do pushime më xota se sa që u dasht, prap se prap tu, du më vanun edhe qëllimin, kur zbohet van për kur gjëskit cak, nisësh e kthehesh e ç'është çka bën, po kur vën zbohet. E para të falenderojmë Allahun dhe lëshonu fort që na ka bërë prej atyre të cilët e dim nga ke marrë, pse ke marrë dhe ka ke më shku. E dyta, të punojmë maksimalisht mos i pedim që të kryjmë misionin sa më. Jo vesh me synu vallaj te dera xhenetit aty. Jo, çfarë te dera xhenetit, natë më natë. Arsyeja është se në këtë botë s'po kem qef qashtu veç të dera. Këtë botën e përkashme po kem qef mire ma mirë. S'po tojna kryesore me hongër edhe me pi, po jo vëllaj edhe pak një fal luksi edhe pak një... Mane edhe për ahiret të menujna. Edhe mire ma mirë. Po edhe arsyeja tjetër është se zakonisht për shkollës e dim to se cili për njeri u qumë për me marrë një dësh ka mujt me ndodh as dyshin se ka marrë. Ka menu që kam su për dësh, po që për dhe të vesh të manë një kaluse, kur hë që e ka po që as për dësh, ka ditë edhe, ja ka qitë nish, edhe ka ngritë. A kush u që me morë pesë, edhe mëse pas morë pesë, ashtë ta ka morë një 4 e një 3, po për pesë që i ka menu për ga ditë mja hutë qasë që me morë nish, është diçka që shtirë që më ndodhë. Në ashtë ta ndodhë me herë, po
vështirë që mundon. Njëri kur të pasë synime me hinë xhenet mirë ma mirë, më konë sa ma nivel detyres, edhe më smujt atje në firdevsin më të mirën, are, dikon ka mesit xhenetit apet, a me thonë veç të ndera o rrezik me meti jashtë. Kjo e dyta, pra, falënderim dhe Allahut që na ka mundësu me njohë misionin, të punojmë maksimalisht për misionin që në njëm, edhe e treta, dikan që e shumë të si urve, që ka hupu dhe në bërë, që në gratë nuk përdem pse ka orë, edhe do mi përëndu djeli i në ti, pa di pse ka orë dhe kush e ka pru, e ka me shku me ka për dore, mu mundu një animu, që me gjithë rrë.